TikTok e në për Instagram, Kortoçi ishte me ne, u shkojnë në parad. Unë e pash paradën domosdoshmë si një ngjarje e mirë për shqiptarët, edhe kam marrë pjesë çdo vit. Shkova. Nuk ishte momenti që përveç paradës me shku me protestu aty. Dakor, ti mundesh me proteston nesër në Manhattan, ose proteston një ditë tjetër, ose shko ke konsullata, ose ke Kombet e Bashkuara. Tash edhe këtu janë, si më thon, janë për çase. Pra nuk është vështirë që të bëhen dy shqiptarë bashkë. Se është problemi se kur i largojnë njerëz, për shembull si puna e Marko Kepit, që arrin me grumullu 10.000 shqiptarë në parad, ose paktën po flas për veten time që kam qenë ndër personat e pak që kena dalë kundra Edi Ramës me sigurimin e shtetit amerikan, me FBI kur ishte para 2 vitesh në Manhattan që bën takim me shqiptar, unë i kam dalë përballë pallatit ku Edi Rama bënte takimin me shqiptar, unë bashkë me ndoshta 200 veta, 250, 200, 150, se di sa kanë qenë. A di që kena dalë në protest kundra Edi Ramës, e ishim të rrethuar si me qenë në kampet e përqendrimit prej policisë amerikane. Kështu që kur këta njerëz dalen edhe flasin ose mundohen me drejtua atë qëllimin tem se gjoja unë jam demokrat edhe unë s'pas kam drejt, edhe unë pas kam mbrojt Partinë Demokratike, nuk pas kam drejt, pas kam mbrojt Sali Berishën, unë thash e kam mbrojt drejten legjitime të votës. Kam mbrojt atë që Departamenti i Shtetit Amerikan ka bën Shqipëri me bashkë me ambasadorin që janë munduar me përjashtuar Partinë Demokratike si parti, e quishin edhe në kohën kur Lulzim Basha bënte protesta, i thoshin mos u bëj dhushëm se do të përjashtohen dhe do të quhem si parti radikale. Po në gjithë botë protestat janë të dhunshme, në gjithë botën perëndimore. Këtu e ke në Amerikë, po flas kur një polic pa drejtësisht, ja vuni kamen në qafë, një personi me ngjyrë, u dëgjë Amerika me biliona dollar janë harxuar, prej demonstruesve duke djeg makina policie, duke shkatruar për një person. Kështu që protestat paqësore në Shqipëri nuk prodhojnë asnjë rezultat. Absolutisht nuk kanë për të prodhuar asnjë rezultat, pasi Rama nuk e don me but, ai vetëm ka për të tallë, edhe një pjesë që ndoshta i ka fut aty brenda protestës, ja ulin tempin ose ja shtojnë tempin, po kur vjen puna mu e gërsu me thy në xham, aty djepësh njëri dhe thash kujdes se po theni në xham pa dashje. Po theni në xham. Nuk shqiptari është shumë e habishme me thonë, por shqiptari e don me zor. Sikur se e merr me zor, e dërzon me zor. Ashtu jena na. Nuk them, nuk jam për luftë, ose me rregull është me paqe, se çdo gjë arrihet me paqe, me mirësi. Për ta mbushur, ju thoni që nuk zbret nga kali me zgjedhje. Absolutisht jo. Absolutisht. Se ti vetëm shife faktin që mënyra se si i marrin zgjedhjet. Mënyra se si marrin zgjedhjet, edhe ke PD-ja, edhe ke PS-ja. Njerëzit tonë ti po etiketon Partinë Demokratike për shembull, pse mendon se ka qenë Partia Demokratike ka qenë kur kanë bërë votime për primare ose votimet tjera kanë qenë të pastër, kanë votu gjithë me drejtën e Zotit dhe kanë fut kutin të lirshëm? Jo, absolutisht. E njëjta gjë është kështu. E për hir të asaj pushtetit që do me qenë patjetër në kali, Edi Rama administratën e ka për veti detyruar me votu për ta, ata që s'votojnë i blen, i shantazhon, edhe u kry loja. A i ka mësu, unë i kam thonë, i pa të thonë një shoku tim, thash, ky e ka mësu formulën, si me fitu pushtetin, këta keni thash dhe në 2030, po flasim këtu e 10 vite përpara. Se aq do shqiptari, e mësove shqiptari me dhonë lek, a i thot në fushat elektorale,
gjitha partitë thot janë një lloj. Ti keni dëgjuar për të dy partitë janë një lloj. Nuk janë të dyja një lloj, të dyja kanë komplet ideologji të ndryshme. Në fund janë të dyja shqiptar, por thot ai të dy palët asnjë s'm kanë bën. Po flas për një katunar, thot më mirë po jap këtij thot që më jep $100 ose $200 ose €300 me bledh vës $5,000 se ka lënë një vit. Edhe kështu kena bën edhe me turkun, kur ka ardhur turku i na kthy musliman. Me pa hollë si shqiptar, pse u kthyem na musliman? Pse u kthyn vende të tjera? Se shitëm kollaj. Shitëm kollaj, ka thënë turku, s'ka kthy turku me zot. As i person se ka kthy turku me zot. Po turku ka thënë nëse ti nuk paguash taksa, mundesh mu konvertu mu bë musliman. Nëse konvertohesh, ti heq taksat, mos paguaj taksa, nuk ta çoj djalin në ushtri. Domthon, ky popull kena qenë. Që popull që shiten, popull që kena qenë në bijetesë, me thonë surviving mode. Atëherë, çka pret? Pret që një pjesë e rinisë që sot ngrihen me rëzu ata ashtu, në vërtet ashtu duhet me qenë, si kur thonë ata, me dërzu pushtetin me paqe, por nuk Rama ka lind mas 45-ës, o rritë komunizëm. Si do me qenë Rama është rritë në blok, do më një ka rrajt. Unë në gjova një intervjist që thotë baba im ka qenë komunist. Po sigurisht po që komunisti edhe fëmijët kanë ideologji komuniste. Tjetër gjë se ça flet ti. Ajo vetëm fakti duket që me gjithë ato skandale, një pas njëshme, çdo javë ke pas skandal. Ose ka hyrë një kryetar bashkie, ose ka komzu një tjetër, ose një skandal ka plas aty. Imagjino këti kanë plas përveç skandaleve ekonomike edhe skandale seksuale, njerëz zyrtar që janë kap në zyrat shtetit. Edhe ky vazhdon e bën intervista ke mediat e huaja dhe mashtron publikisht popullin shqiptar, mashtron mediat e huaja. A thu se shqiptarët janë budallë që dalin në rrugë. Tash ma thuj ti mu, si ka mos, ai thoshte që ke një media italiane që thoshte mediat nuk tregojnë ato çka është e vërteta në Shqipëri. Se Shqipëria ka bë këtë, po njerëzve ti rren një ditë, ti rren 2 ditë, po të smundesh me i rren për 3 mandatura. Shqipëria s'ka ujë më zotni. Ke 35 vite, as i rreth i Shqipërisë nuk ka ujë 24 orë. Ajo është minimalja e jetesës. Nuk ka vend botës sot, domthonjë që mundesh me thonë që ka zhvillim që s'ka ujë 24 orë. Ujë, drita. Kanë 35 vite që fiken drita në Shqipëri. Jetë duke pa leshen, jetë spitali në disa vende që duhet me pas televizori, një stacion televizori, për shembull, të garantoj që nëse nuk kanë ato transformatorat, aty në ikën sinjale. Kjo është Shqipëria. Mjekësia është komplet e shkatruar, ushtri s'ka ushtri. As s'kan nesër me tek aty në komshive, se s'po du mja përmendën, ata hynë për 5 orë, për 3 orë hynë në Shqipëri. S'ka ushtri Shqipëria. Kjo është shteti që kena ndërtu për 35 vite. Atër thu, normalisht do çojnë popullin shqiptar. Arsimi, komunikimi. Shqipëria ka 35 vite që jetojnë me call center. Tani, për kë kishit fjalën se o Greqinë o Serbin kemi, ata ne jemi në NATO tani. Po ata të partë që i përmendën ti që kena me sheku, domthonjë që na kanë përzonë edhe janë të gatshëm që nesër domthonjë me ndryshu për sa të pak situata e ke domthonjë Shqipërinë e morën kështu, edhe me kong ata se shqiptarët shiten për kollaj. Po kemi Kosovën e kanë ndoshta pak ligji i luftës është në fuqi, kështu që komshit i kena shumë këqi, por edhe fakti që kena komshit e këqi është edhe mungesi jona, se unë kam marrë këtu, domthonjë jam shqiptar edhe kam komshit amerikan, edhe këta nuk janë amerikan, por kam shumë raportet mia me komshit. Domthonjë është aftësia jote si komp,
si l'ide që ka pa Shqipëria me lidh marrëdhënie të mira me këmbshit. Se është shumë gjë e mirë, domethënë kur ke një këmbshit fort je edhe vetë më i fort. Po ne gjithmonë kena pas raporte të këqija, domethënë nuk e di se pse, por dihet në vërtet ajo lufta që ka bën Serb me shqiptar duke marrë toka e gjona, por me pas një leadership të fort, si më thonë, arrin njeriu që me edhe ujku në zbut. Edhe ujku zbutet. Nëse ti e trajnon, zbutet. Edhe ariu. Kështu që ne gjithmonë kena qenë, si më thonë, me kong, jena të fort, jena trima, luftëtar, kong, lavdi, thurim vetës vazhdimisht. Po në vërtet, kur e shef holl, nuk jena një popull që kena luftu, si më thonë, kena derdh gjak. Çdo postur që ka në Shqipëri e kena prit gati si mik, jo si postus. Kena bashkëpunu me Gjermanin, me Italianin, me Turkin, me çdo njërin. Sadri, unë të falenderoj shumë për bisedën. Sigurisht që kjo që thua është mendimi jot dhe duhet të respektuar. Pastaj në shkoha janë qytetarët ata që gjykojnë, japin mendimin e tyre nëpërmjet like-eve, komenteve në faqen tonë të YouTube-it. Të gjithë i falenderoj për ndjekjen që na bëjnë. Edhe sigurisht edhe unë i falenderoj ata shikuesit e kanalit tonë, i falenderoj. Pavarësisht se nganjëherë japin edhe komente negative, normalisht që po nuk i kam qef. Unë du opinione, me dhënë opinione, po kur shajnë edhe ofendojnë, maloke, këto gjëna, domethënë jo se më bajnë përshtypje, por nuk janë normale, se nuk etiketohet njeriu nga pozita se nga vjen. Mundesh me qenë nga mali, mundesh me qenë nga fusha, në fundit njeri, mundesh me qenë i bardhë, mundesh me qenë i ngjyrë tjetër, vietnamez ose aziatik. Në fundit je njeri. Njeriu duhet më respektu si kur human being, si kur njeri. Bashkohem me këtë që thatë ju dhe ne, ajo që presim më shumë është një argument për mendimin. Pra, jo vetëm ajo që thatë pak më lartë, po tjetë një argument bindës që jeni pro kundër, se çfarë mendimi keni, si çfarë duhet bërë, si duhet esur me tej. Mendimi, pa marrë parasysh atë pëlqen mendimi dikujt tjetër, duhet me respektua. Ajo është si puna e fesë. Ke një fe tjetër, domethënë respektoj fenë e atij tjetrit. Edhe ne jemi shembull për harmoni fetare, kështu që të falenderoj shumë, Sadri. Një javë të mbarë për ju. Edhe për ju, edhe për protestuesit, edhe shpresoj që mos t'jenë edhe shumë vapë, se tash edhe vapa ka efektin e vet, koha e verës, koha e kampionatit, por me shpresën që kenë sa të pak ndryshim. Kjo është gjithë ajo që mendoj unë edhe ata njerëz që kanë dalë në shesët. Faleminderit shumë, Sadri. Ju përshëndes.